Bashkimi Demokratik për Integrim edhe këto zgjedhje parlamentare adut kryesor ka zyrtarizimin e gjuhës shqipe dhe antarësimin në NATO. Kryetari i kësaj partie Ali Ahmeti u bashkua tubimit të partisë së tij në Çajër, ku shpalosi vetëm disa pjesë nga platforma politike që kjo parti do të afrojë votuesve për këto zgjedhje, sepse siç tha ai, platforma ende është duke u përpunuar. Parazia ekonomike, zyrtarizimi i gjuhës shqipe, vendimarrja konsenzuale dhe funksionimi i shtetit të së drejtës, këto janë pjesët kryesore të ofertës politike që të afrojë për këto zgjedhje BDI. Kryetari Ahmeti u ndal vetëm shkurt tek oferta politike. Ai më shumë u koncentrua tek LSDM, të cilët i pyeti se ku kanë qenë para 15 viteve kur shqiptarët janë gjakosur vetëm pse kanë kërkuar që të arsimohen. Ai tha se do të vijë koha kur do të formohen parti me koncept qytetar, por kjo kohë nuk është tani. Do vi koha kur në këtë vend të ndërtohen parti ideore. Do vi koha kur shqiptari do luftoj për ndonjë padrejtësi ku maqedonasit janë minoritet. Kjo kohë do të vi, por ama kjo kohë nuk është sot, kjo mund të jetë decenjeve të ardhshme, sepse edhe ky është një qëllim fisnik i yni, që ja kemi vënë vetes ne. Por ama, sot, për qëllimet politike dhe ditore dhe interesave të partijake, të më bëhesh shpëtimtar i shqiptarëve, ku ishën këto zëra? Kryetari Ahmeti nuk harroi të cekë edhe Universitetin e Tetovës dhe atë të Nën Terezës, si dhe përmendorët e vendosura në kuadër të projektit Shkupin 2014, duke thënë se BDI mburret me këto të arritura. Ndërkaq shefi i shtabit zgjedhor Bekim Neziri i quajti projekte antishqiptare formimin e partive të reja para zgjedhjeve. Jeni dëshmitar se viteve të fundit themelohen parti të ndryshme shqiptare dhe maqedone vetëm disa muaj para ditës së zgjedhjeve. Kjo nuk është e rastësishme. Kjo është një ideal, kjo është një ide e cila është antishqiptare, ide e cila themelohet dhe gatuhet nga kuzhina të ndryshme antishqiptare, vetëm me një qëllim të vetëm që të përçahet vota shqiptare. Andaj, nga kjo foltore përcjell një mesazh të fuqishëm të gjithë atyre që janë opozit në bllokun shqiptar, le të bashkohen se janë shumë të vegjël ta sfidojnë Ali Ahmetin dhe Bashkimin Demokratik për Integrim. Këto komente kryesia BDI-s i bëri në tubimin e organizuar nga Forumi Rinor i kësaj partie.